Kujdes! Ndaloni çdo shpenzim, sepse 4 shenja po marrin një fat i papritur të dielën. Ky nuk është një horoskop i zakonshëm, por një urdhër. Paraja juaj po vjen. Mos e prekni këtë parashikim, sepse çdo shpenzim sot do t'ju kushtoj fitimin e nesërm. Zbuloni menjëherë, a jeni ju në listë dhe si ta përgatisni veten për këtë bekim financiar të dielën. Një val masive fati i artë po përgatitet të godas zodiakun fiks të dielën. Ky nuk është thjesht një bekim i rastësishëm, është energjia që shpërblen durimin tuaj. Për 4 shenja specifike, paratë e papritura do të vinë në një mënyrë të tillë që t'ju detyrojnë të ndryshoni planet e fundjavës. Qëllimi i kësaj video është t'ju paralajmëroj, çdo shpenzim i pavëmendshëm, çdo blerje impulsive që bëni sot dhe nesër, do të shpenzojë energjinë e atij fitimi të papritur të dielën. Ju duhet të kurseni, të ruani energjinë tuaj dhe të jeni të qartë, sepse fati nuk pret. Le të zbulojmë cilat shenja do të jenë bekuar dhe si duhet të sillen për të maksimizuar këtë fitim madhor. Akrepi. Fati juaj i papritur i dielës do të jetë i lidhur me një marrëveshje sekrete ose një investim të fshehtë që keni bërë në të kaluarën. Do të shihni një kthim të papritur dhe shumë fitimprurës të një borxhi ose një çështjeje financiare që keni menduar se e keni humbur. Urdhri për ju është: ndaloni dyshimin. Mos besoni se ky fat është i pamerituar ose se duhet të kërkoni shkakun e tij. Thjesht pranojeni dhe ndajeni atë me njerëzit e afërt. Gabimi juaj mund të jetë që të tregoni dyshim, duke e larguar energjinë e fitimit. Përdoreni këtë fat për të bërë një ndryshim të madh në stilin tuaj të jetesës. Shuma e parave do të jetë e mjaftueshme për t'ju dhënë një paqe të thellë psikologjike. Duhet të jeni të përgatitur të bëni një dokument firmosjeje të rëndësishme pikërisht të dielën. Luani. Fati juaj i papritur i dielës do të vijë nga kontakti me publikun, një ngjarje sociale ose një dhuratë shpërblimi i madh. Ju do të bekoheni me një shumë të parave si rezultat i punës tuaj të palodhur që më në fund merr vlerësimin e merituar. Mund të jetë një bonus i papritur, një rritje page ose një dhuratë luksoze. Urdhri për ju është: ndaloni shfaqjen e tepërt. Mos e shpenzoni këtë fat menjëherë duke u mburur, përdorni mençurinë për të bërë një investim afatgjallë. Ky fitim do t'ju ndihmojë të hapni rrugën për një projekt të madh personal që e keni dëshiruar prej kohësh. Energjia e dielës ju kërkon të shkëlqeni, por me modesti. Mos e humbisni këtë shans duke u treguar arrogant. Një thirrje telefonike pas orës 15:00 të dielës do të jetë çelësi i këtij fitimi. Demi. Fati juaj i papritur i dielës do të jetë i lidhur me ambientin e punës ose një dhuratë nga një figurë autoritare. Stabilizimi financiar po vjen në një moment të papritur, ndoshta duke rregulluar një borxh të vjetër ose duke ju sjellë një kthim investimi nga një gjë që e keni konsideruar të humbur. Urdhri për ju është: ndaloni dorëzimin. Keni punuar shumë, por ndoshta keni qenë gati të dorëzoheni. Ky fat është një shpërblim për këmbënguljen tuaj. Duhet të shmangni shpenzimet e vogla të paplanifikuara sot dhe nesër. Fati i dielës do t'ju ndihmojë të vendosni një bazë të fortë financiare për muajt në vazhdim. Përdoreni këtë bekim për të investuar në një shtëpi ose diçka të qëndrueshme. Mos kini frikë të tregoni vlerën tuaj. Një letër ose një dokument i gjetur rastësisht do të jetë sinjali fillestar. Peshqit. Fati juaj i papritur i dielës do të vijë nëpërmjet shpirtit humanitar, mirësisë ose një frymëzimi artistik. Keni qenë duke menduar për të tjerët dhe tashmë universi po ju shpërblen në mënyrën më të papritur. Ky mund të jetë një fitim nga një lotari e vogël, por domethënëse një dhuratë nga një mik i vjetër ose një bekim që lidhet me veprimtarinë tuaj vullnetare. Urdhri për ju është: ndaloni dyshimin e vlerës tuaj. Ju e meritoni këtë fat. Përdoreni këtë fitim për të shëruar shpirtin tuaj dhe për të ndihmuar ata që janë më pak me fat. Duhet të shmangni çdo person që kërkon t'ju shfrytëzojë sot dhe nesër. Fati do të vijë nëpërmjet një figure femërore që do t'ju udhëheqë. Mos e injoroni një ëndër të thellë që do të shihni pikërisht natën e së shtunës. Paralajmërimi u dha. Fati po vjen pikërisht të dielën.
Mos e shpenzoni energjinë e fitimit duke bërë blerje të pavëmendshme sot dhe nesër. Jeni të ndërgjegjshëm dhe kjo fundjavë do t'ju ndryshojë financat për gjithmonë. Cili është shpenzimi që po ndaloni tani? Lini një koment më poshtë dhe tregoni si do ta prisni fitimin e dielës. Kjo rrit energjinë e fatit. Shpërndajeni këtë bomë. Ju lutemi, ndajeni këtë video me çdo person që ka nevojë urgjente përpara të dielën. Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asnjë mundësi fati.